Te ne zyrtarisht nuk ka ardhur një listë të tillë. Një listë të tillë është paraqitur nga presidentja, më duket në qeveri edhe në kuvend, është dërguar. Mirë po, unë çka mund të them rreth asaj liste, normalisht që sa më shumë që të rregullojmë çështjen edhe të zhvillojmë aspektin e mirëqenies edhe punës brenda FSK-s është mirë, po ne kemi edhe konceptet tona të mbështetjes mjekësore. Për shembull, fokusi i komandantit të Forcës së Sigurisë së Kosovës nuk është aktualisht ndërtimi një spitale, sepse besoj që Kosova ka spitale të mjaftueshme, mund të themi në nivel lokal që mund të ofrojnë këto shërbime, mirë po është fokusi që ndërtoj kapacitete mjekësore që të jenë të gatshme për të ofruar mbështetje mjekësore për ushtrinë në operacione luftarake, por edhe për civilet kur afektohen nga kriza. Pra, ne në vend se të ndërtojmë elemente statike mjekësore, po ndërtojmë elemente mobile mjekësore, bazuar në doktrinën e Shtetet Bashkuara të Amerikës, e cila parasheh më shumë këtë elementin mjekësor fushor, ku njësitë ushtarake mjekësore ofrojnë ndihmë në terren, ofrojnë ndihmë në fushë betejë, ofrojnë ndihmë në rast krize për qytetarët pra në terren. Spitalet ushtarake ma shumë janë kënej ka lindja si institucione që respektohen shumë. E përmendet komandati FSK-s që të pjesën e mjekësisë në çka është ka insiston, i skaton mandati shpejt, apo? A është në rend dite? Kjo çështja duhet mi prit nëse ka ose s'ka zgjedhje? Po, komandanti FSK-s bazuar në ligjin aktual, përfundon mandatin duket në fund të nëntorit. Mirë po fokus i çdo ushtaraku, çdo ushtari të mirëfill dhe padyshim General Jashari është shembull në këtë aspekt, është që të punojë deri në ditën e fundit, edhe të angazhohet deri në ditën e fundit. Besoj që ne shumë rrallë apo hiç e diskutojmë çështjen se kur na përfundon mandati, sepse mandati një ushtaraku nuk përfundon kurrë. Jo, arsyeja pse përmenda është që ekziston diçka që e ka titullin plani gjithëpërfshirës për transformimin e FSK-s, një dokument që ka pas afat 10 vjet, edhe s'ta shiko ma pak se 2 vjet, apo, për mu realizu. Kemi ardhur pothuajse në fazën përfundimtare të kompletimit të planit gjithëpërfshirës të tranzicionit, jemi në fazën finale të zbatimit të këtij plani, bazuar edhe në vlerësimet që i kemi bërë, i bëjmë vazhdimisht, ne shumë prej objektivave të parapara në plan kemi të i kaluar shumë fesh, si të numri personelit, si të armët, si të municionet, si të pajisjet. Ne sot kemi shumë llojet armësh që nuk kanë qenë fare të planifikuar në plan, dhe që i kemi pjesë të Forcës së Sigurisë Kosovës, dhe normalisht që ato i kemi blerë, prokuruar, pasi jemi konsultuar paraprakisht edhe me partnerët tonë, kryesisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë qenë mbështetësit kryesor edhe për cilësit kryesor të zbatimit të planit, pra kemi bërë blerje të sistemeve që nuk kanë qenë fare të planifikuar në plan. Sot Forca e Sigurisë Kosovës ka shumë sisteme që nuk kanë qenë të planifikuara në plan, dhe ka sasi jashtëzakonisht më të madhe të armëve edhe të municioneve se që ka qenë e planifikuar të ketë Forca e Sigurisë Kosovës në këtë fazë. Ne sot kemi 3 fish më shumë pushk individuale se që kemi